Ervina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Vera. Urime për romanin Mali i Qumshtit. Faleminderit shumë. Një titull shumë interesant. Çfarë simbolike ka? Titulli ka ardhur në fund, pasi që libri është përfunduar kur kam filluar me lexue edhe një herë tjetër. Libri trajton marrëdhënien e njeriut me trupin, sidomos marrëdhënien e një gruaje me trupin e saj në kohën kur gruaja është shtatzon. Edhe është aty një linjë paralele, është një mal utopik i jetuar nga gratë shtatzona, të cilët kanë po ashtu një nën të përbashkët, e cila i mëson gjithënjen po ashtu për trupin e tyre po ashtu. Edhe mendova që më e përshtatshmja do të ishte Mali i Qumshtit. Shumë titull i bukur. Më ka pëlqyer shumë, edhe është shumë i veçantë. Faleminderit. Keni thënë që Mali i Qumshtit është një rrëfim me kujtime nga ngjarje të vërteta nga jeta jashtëletrare. Për çfarë rrëfimi është fjala konkretisht? Linja kryesore e librit është libri në fakt është një memoar i letrarizuar, pak a shumë, duke pas parasysh që ka dhe këtë linjen fiktive, dhe është një memoar gjysmë fiktiv, atëherë i përshtatet edhe romani. Gjithsesi linja kryesore tregon për përvojën e një gruaje gjatë shtatzanisë së saj, e cila pëson një hemoragji cerebrale, e cila pëson një aksident, është e palëvizshme, në ndërkohë që po rrit bebin e saj në trupin e saj dhe beba është e lëvizshme, dhe ajo kthehet në retrospektiv, në kujtimet e mëhershme të fëmijërisë, po edhe në kohën kur nëna e saj barte atë në mitër ose ishte ajo si frut, dhe përvojat e nënës së saj në një periudhë jo të lehtë për gjithë shqiptarët të viteve 80-ta, dhe frika e saj se si dhe ku do të lindi. Kështu që libri pak a shumë ka një linjë kryesore dhe ka disa linja paralele, dhe sidomos këtë kthimin e personazhit kryesor, subjektit në retrospektiv, ku ajo flet për përvoja të ndryshme të grave, por edhe të burrave të viteve 80-ta, 90-ta. Nuk është një libër i gjatë, është lehtë i lexueshëm, por megjithatë mendoj që është goxha i koncentruar, që trajton pak a shumë marrëdhënien e njeriut me trupin, por edhe marrëdhënien e raportin e trupit me situatat politike, sociale ku ai ndodhet. Po, ju para pak ditësh e keni promovuar, kam lexuar dhe disa shkrime në për mediat në Shqipëri. A jeni e kënaqur me jehonën që ka bërë romani Mali i Qumshtit? Po, mjaft e kënaqur. Tash nuk është se unë shkruaj aso romane ose aso libra të cilat kërkojnë një shitje të madhe, një jehon të madhe, po megjithatë ndoshta duke pas parasysh edhe temën, që është një temë pak e ndihshme, jo e trajtuar sa duhet, sidomos jo e trajtuar sa duhet nga shkrimtarët gra, atëherë mendoj që ka pas një jehon mjaftueshëm, po mundohem me mbajt balancume që mos më qenë shumë kemi një prirje si kolektiv që më shumë i japim jehon ngjarjes se sa vet librit. Domethënë kam dëshirë që mos marr jehon shumë ngjarja, si promovim, si u botua një libër, po të lexohet. Dhe kjo nuk e di sa po ndodh. Mundem me thonë që jehon ka pas, po sa po lexohet ajo mbetet me pa. Po ndoshta është edhe pak herët se sa po ka dalë libri, duhet të shkoj në duart e lexuesve. Po, patjetër, po. E përmendët temën ndoshta që nuk është trajtuar dhe aq shumë në letërsi. A mendoni që, ose çka mendoni që keni sjell të re në letërsi përmes këtij romani? Është tema apo diçka tjetër? Edhe trajtimi i temës. Jam mundu që temën mos me trajtu nga një prirje klasike letrare, është disa po i thonë postmoderniste, disa po i thonë kontra postmoderniste. Unë jam mundu që thjesht librit mos i ngjaj asnjë rrymë, por të jetë i veçantë. Linjat, rrëfimet nuk kanë një kulm, rrëfimet nuk përfundojnë, mbesin të hapura dhe trajtohen shumë rrëfime për njerësh, por gjithashtu edhe aspekti filozofik ndoshta i principit femëror nuk është trajtuar më herët ndoshta në letërsi si duhet ose mjaftueshëm. Jam mundu me i dhënë një trajtim ontologjik, më të thellë se sa thjesht
raporti social i grus me shoqërinë edhe me politikën edhe me psikologjinë, por edhe raporti shumë i hershëm i trashëgimisë psiqike të principit femror, se qysh ne ndjehemi brenda identitetit femror, tu e pas parasysh edhe trashëgimin psikologjike të gjitha grave para nesh. Ja mundu me i dhoni kohje psikologjike dhe filozofike, po tash prap mbetet me u pap edhe prej atyne që ndoshta janë kritik ja japin një farë rrugë këtij libri. Sigurisht për ta shkruar këtë roman nuk ka qenë edhe lehtë në aspektin psikologjik dhe filozofik. Ku është femra shqiptare në këto dy aspekte, filozofik dhe psikologjik? E shoh që aspekti filozofik nuk është shumë i pranishëm në për libra në përgjithësim, në poezi ose në prozë. Aspekti psikologjik pak më shumë. Sepse poezia e don, e kërkon, është vetë psikologjia e një gruaje. Ajo që më mungon kur lexoj letërsinë përgjithësi, edhe nga burrat, edhe nga gratë, është që jepen shumë të tashmes, të tanishmes, dhe nuk e ngrehin fenomenin ose konceptin në një përbamje universale. Domethënë nuk e universalizojnë. Sot po shoh shumë letërsi e cila i flet momentit emocional, që është psikologjike, por është momentit emocional dhe nuk e di nëse është shumë e personalizuar, nuk e di nëse ajo letërsi pastaj do t'i flasë një gjenerate tjetër. Dhe kjo po mungon ajo arritja për me kapaciteti për me universalizu konceptin. E pse mendon se është e rëndësishme edhe filozofia në letërsi? Unë mendoj që është personale. Për mua është shumë e rëndësishme sepse unë kam prirje me i trajtu konceptet ndoshta ma primordiale, ma arkaike, kështu ma universale, edhe filozofia e bën letërsinë të jetë universale. Ne kemi sot poetë, shkrimtar e romancier shumë të mëdhenj, të cilët kanë trajtu ngjarje politike dhe sociale, por kemi dhe si poet, si shkrimtar, si Heset Azom, që ka trajtu paralelisht edhe ato politike dhe sociale, po i ka dhënë edhe një aspekt filozofik. Dhe aspekt filozofik në ditët e sot me flet shumë, sepse filozofia nuk ka kohë, është e përhershme. Edhe filozofia e bën letërsinë automatikisht të përhershme. Dhe kjo mendoj që pak po i mungon letërsisë gjeneratës time. Të flasim pak për personazhet e Malit të Qumshtit. Janë personazhet femra? Sa personazhe janë? Ka shumë? Ka pak? Libri është minimalist. Personazhi kryesor është gru, që jam unë vetë, sepse libri tash është një memoar, jam unë në për periudat të ndryshme historike dhe nana ime, dhe janë disa gra fiktive pastaj, të cilët në libër brenda që asaj linjes fiktive projektohen si vetë një gru. Ato janë, sikur me thonë, një shumë fishim ose trajtim i të gjitha aspekteve të grave, por në fakt, në kontekst filozofik janë e njëjta. Libri projekton që të gjitha gratë janë e njëjta grua, janë e vetmja grua, dhe janë një, të gjitha gratë janë një. Dhe pastaj libri ka edhe personazhi tjerë, është partneri i personazhit kryesor, i cili po ashtu kalon për një pavrejtshëm, kalon për një aspekt psikologjik të rënduar për shkak të gjendjes së saj, dhe janë dy personazh shumë interesant, që janë dy fshatar të cilët kanë një shtëpi malore dhe të cilët presin shumë musafir rrez malit, dhe përmes tyre trajtohet se sa shumë ka ndryshuar njeriu i urbanizum dhe sa bukur dhe sa fisnik ka mbet njeriu i cili jeton me natyrën. Përmes këtyre personazheve pak a shumë trajtohet se si mundet me qenë njeriu zgjatimi i natyrës edhe me mbeti pastër i pa ndytun nga interesat komerciale të urbanizimit, të
jetës urbane, të jetës së qytetit, e cila është bo shumë e shpejt, është bo shumë si me thonë, pashmangshëm e shpejt. Dhe jeta rrez malit është një jetë më e ngadalshme, është më e qetë, më e relaksuar. Sigurisht, sa shkojnë fshat e shoh që atje jeta ecë më ngadal, kështu që këtu po na mungon kjo. Ajo jeta atje ecë me ritmin e natyrës. Jeta këtu ecë me ritmin e egos, pak me ritmin e nevojave egocentrike, me ritmin e ambicjes, e mendjes, dhe kështu bëhet paralelizimi në mes këtyre dy jetëve. Mali si natyri cili ka mbet i pandryshueshëm, i qëndrueshëm, dhe njeriu i cili çdo ditë më shumë po sintetizohet në një farë forme. Aspekti politik dhe social po e sintetizon njeriu, po e bën me vesh me një identitet që nuk është i natyrshëm. Ervina, se cili libër që shkruhet, ka dhe një porosi. Ju, kur e keni shkruar dhe botuar këtë libër, çka keni dashur vetë të përçoni, çfarë porosie? Që ta themi më konkretisht edhe për ata që nuk e kanë lexuar ose nuk kanë dëgjuar ende që ka dalë ky libër. Unë kam dashur me tregu që trupi i njeriut është zgjatimi i natyrës, që trupi i gruas është një perfekcion i zgjatimit të natyrës, që sado që mundet me u sintetizu bota, me u ndryshu bota, trupi gruas prap e lin një njeri, e krijon, e ushqen me trupin e saj, dhe në një farë forme, një farë porosie e ndërdishme, ka qenë që njeriu m'ju kthy natyrës, edhe po ashtu me kriju një farë pikpamje respektuese për trupin e vetë grus. Kjo ka qenë pak a shumë, ndoshta jo në formë indirekte kjo është. Njeriu, trupi i njeriu dhe natyra dhe trupi i gruas që është shumë afër përngjasimit të natyrës, pavarësisht sa ka me ndryshu, sa ka me arrit bota e digitale, bota e inteligjencës artificiale me ndryshu. Sot po flitet që njeriu edhe ka fillu me testu robot që kanë me lind njerëz. Po pak a shumë preket aty edhe kjo frikë, që pa marrë parasysh ku kemi me shku me botën e inteligjencës artificiale, natyra jemi, ne jemi natyra. Me që e përmendët inteligjencën artificiale, çka mendoni, a duhet të friksohemi, me qenë se po flasim për librin për letërsinë, a duhet të friksohemi inteligjencës artificiale sa i përket letërsisë? Unë për vete nuk i friksohem, se çdo shkrimtar ka botën e vetë shumë të veçantë dhe prandaj shkruan, sepse mendon që ajo botë nuk kish më mujt me u transmetu me asnjë formë tjetër. Por në aspekte tjera duhet i friksohemi sepse nuk po dim me shfrytzu, po e tej shfrytëzojmë inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është dashur me qenë në shërbimin tonë. Dhe ne sikur po e tej shfrytëzojmë, sigur po kemi nevojë pak më shumë se sa që duhet me e shfrytëzu. Dhe shoh çdo ditë më shumë tu diskutu kjo në fakt, frika për inteligjencën artificiale, po nuk do të ishte nuk do të kishte nevojë njeriu me pas frikë, sepse asgjë nuk mundet me zaventu njeriu edhe natyrën. Ervina, ju keni edhe libra të tjerë të botuar, madje me librin me poezi Amulet, para disa vjetësh e keni marrë çmimin më të mirë për poezi Ali Podrimja nga Ministria e Kulturës. Sa ndiheni e vlerësuar sot për krijimtarinë letrare që bëni? Jo, konkretisht. Sa ndihemi e vlerësuar nga të tjerët, nga shoqëria apo nga rreti letrar? Nuk më bën përshtypje. Nuk më bën përshtypje. Mendoj që e kam thënë edhe disa herë, shkrimtari nuk i takon gjeneratës së tij. Nuk duhet ta kërkoj vlerësimin. Nëse vlerësimi vjen, është i mirë se ardhur, patjetër. Po shkrimtari duhet ta bëj punën e vet. Duhet të shkruaj, e di që është vështirë në një vend ku gjithçka është mbijetesë, ku gjithçka është kaotike edhe politikisht edhe në aspekt social e psikologjik, po ai duhet ta bëj punën e vet. Dhe mendoj që çdo njeri që e bën me sinqeritet punën e vet, edhe në çfarëdo vendi të izoluar, jetu ka me dalë në pa. Nuk duhet më u shqetësu askush për sa është i vlerësuar, sa është
i pranishëm në shoqëri, në media, në rrethet letrare etj. Sepse pastaj ajo frikë ose ajo gojla, ai dert, që me thonë që pak a shumë është egocentrik, nuk kish me elon kreativitetin e tij me u shpalos si duhet. Edhe unë mundohem edhe nuk mundohem mos mu shqetësu. Si që thashëm edhe ma heret, as një artist, as një shkrimtar nuk i takon gjeneratës së tij. Fundit letërsia do duhet të ishte universale. Letërsia është trashëgimi kulturore për mendimin tem. Unë për veti gjithë shkrimtar që unë i lexoj, që nuk janë në jetë më, i ndjej si pjesë e trashëgimisë së përhershme kulturore të vendit tonë. Kështu që nëse libri im mbetet si thesarin e trashëgimisë për gjeneratat që vinë, do të isha e lumtur, po nëse jo, nuk është se më bën shumë përshtypje. Ervina, ju keni bërë një eksperiencë udhëtimesh edhe nëpër Evropë, madje edhe jeni antare lidhjes së re të shkrimtarëve evropian. Keni qenë rezidente në disa vende. Sa janë të rëndësishme këto përvoja për ju? Shumë të rëndësishme. Sepse për mos me bo një letërsi lokale, ndonjëherë pa udhëtu, pa pas përvoja tjera, pa dëgju njerëz tjerë çka po shkruajnë, sepse ne mund ta lexojmë Dostojevskin, Tolstojin, mund të lexojmë shkrimtar të Pessoan, mund të lexojmë Goethen, por ato nuk janë shkrimtarë të gjeneratës tonë. Është shumë e rëndësishme me qenë në kontakt me shkrimtarët, artistë e gjeneratës ku ti jeton, sepse kemi gjëra të përbashkëta që po jetojmë. Tash kemi, sado që jemi në një hapësirë specifike, unë jam në Kosovë, dikush tjetër është në Itali, kemi perceptime ndryshme për shoqërinë, për realitetin, por prap na preokupon një gjë. Ka koncepte të cilat janë të përgjithshme të gjeneratës sonë, dhe ne e dim të gjitha ato. Dhe është shumë e bukur me i dëgju edhe tjerë se si i trajtojnë, dhe është shumë e bukur sepse mos me mbeti lokalizuar, mos mu përfshi në atë lupin letrar ku ti mirësh me veten tonë dhe me vendin tonë, me popullin tonë, po me pa edhe çka po e preokupon popujt në përgjithësi të gjeneratës tonë, krejt popullin e globit, çka po i preokupon në përgjithësi, cili është preokupimi i kësaj gjenerate, do më thonë, për çka po vunë kjo gjeneratë, pak a shumë. Nga gjitha përvojat tuaja në këtë aspekt, çka nuk do të harroni kur? Diçka më të veçantë? Nuk do të harroj kur që ka vende shumë të pasuna, si që është Zvicra për shembull, dhe ka fshatra të Zvicrës të cilët jetojnë krejt të izoluar me natyrën dhe qohen në mëngjes gra në moshën 80 vjeçare, 85-70 vjeçare, qohen në mëngjes para se me lind dielli, bashkohen si disa zana që dalin prej liçenit, edhe futen në liçe edhe lahen derisa të lind dielli. Me mëngjes në ora 6, edhe kur është dimër edhe s'ka lind dielli hala. Edhe jetojnë në atë harmoninë e natyrës edhe në perfeksionin e asaj që e ka fal natyra dhe nuk preokupohen me asgjë tjetër. Dhe nuk do të harroj që ka pjesë të globit të cilët si që është për shembull Shqipëria, disa vende shumë të larta, si që është cura i epërm e Shqipërisë që duhet me ecë ndoshta 7-8 orë për me mbri atje, nuk ka rrugë transporti, është thjesht gurin ti duhesh me ngjit ato gurë për me mbri atje, edhe nuk e harroj kurrë që atje kam pa jetë, domethënë ka njerëz që jetojnë atje, që zbresin një herë, 2 herë në vjet poshtë, që nuk e kanë idenë se çfarë ndodh nëpër vendet qytetit, që nuk kanë frigorifer, nuk kanë shporet, nuk kanë televizor, nuk kanë internet, dhe nuk do të harroj as këtë, sepse ajo të kthen shumë kohë mbrapa, dhe nuk do të harroj sa të bukur janë ata njerëz, sa të pastër kanë mbet ata njerëz, dhe shumë gjëra të tjera të cilat I kam vizituar që nuk mundem i harru. Një ditë tjetër I flasim me rëndë. Po na I koha shumë shpejt, dhe pyetja e fundit, cili do të jetë libri I radhës pas malit të Qumshtit? As nuk e kam ide, e vetëm e di që kam e pushu pak. Do me thënë nuk pas ke diçka në dorëshkrim?
Jo, nuk kam diçka unë kam në dorëshkrim shumë gjana, po nuk e di nëse është interesi jam për me i botu tash ato, por do doja shumë të vazhdoja në pros, librin e arshëm, e kam si koncept, por nuk e kam si linjë tregimi, dhe e kam ndërmen me pushu pak, e kam ndërmen me u shkput pak prej emocioneve të këtij libri, e pastaj me alon kohës, sepse unë jam një person që shkruaj ngadalë dhe merr pak kohë për me shkruaj, duhen 2-3 vjet ose pak më shumë për me ardhur në jetë një libër. Dhe kam këtë ritëm, nuk ngutem, nuk u bën përshtypje që nuk ka ardhur hala, pres edhe shohim. Vetëm suksese dhe faleminderit për këtë letërsi të bukur që po na sjell Ervina. Faleminderit shumë Vera, dhe faleminderit që gjithmonë më thret për çdo ngjarje letrare.